O diell, kur kemi me undhe me rrezet tuaja, na njerëz që fatin a gjetin e tela, na brezin dhe breza mas shkallmuam që jemi, na mbi të cilët ka rënë bara shekujve, na që fam vetëm vuajtje, vetëm vdekje e vetëm robri. Të nderuara nëna e motra, të dashur baballar, të nderuara familje të dëshmorëve të martirëve, e nderuara familje të mallit profesor Ukshin Hoti, të nderuar nxënës dhe ju kolegë që punoni në gjimnazin që mban emrin e profesor Ukshin Hotit, të nderuar pjesëtarë të ushtrisë së Kosovës, ju punonjës të policisë së Kosovës, i nderuari pinjolli profesor Ukshin Hotit, deputeti Andin Hoti, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës, kryetar zotri Vajdin Berisha me stafin, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, i nderuar i Këshilli Organizativ i Krushës së Madhe, ju punonjës të mediave të shkruara elektronike, i nderuar spektër politiki e administrativ i komunës së Ravecit, Prizrenit, e nga do që keni ardhur këtu në kompleksin memorial të Krushës Madhe. Ju deputet të Kuvendit Komunal të Ravecit, Parlamentit Kosovës, ju përfaqësues të korit diplomatik anë mban Evropës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që jeni këtu, i nderuari kryetari komunës së Ravecit, zotri Smajla Tipaj, i nderuari kryeministri i Kosovës, zotri Ramush Haradinaj, njëherët edhe përfaqësues i të gjithë pinjollëve të Haradinajve Trima që derdhën gjakun e tyre për të mbrojtur Goxhanin e për të mbrojtur nga ata që bën qysh e shkuar qyshkut, e shkuar i Zvicës. Të nderuar ju të gjithë pjesëmarrës të këtij tubimi përkujtimor. Rasta e barës dhe e peshës së pajësisë që rëndron mbi shekuj mbi ne, duke na krusur aq sa na krusën kurizin skamja dhe robria, zuri të rëndohet si faj kolektivi këtij kombi edhe në këtë fshat qysh prej lvizjes nacional demokratike shqiptare, kur u burgosën burrat ma të shquar të këtij fshati në krye me Bacënez dhe kulmoi më 27 janar të vitit 1990, kur eshaloni i madhrishëm i profesor Ukshin Hotit niset prej këtij vendi në Përnagavce, Hoxh Vogël e Brestovës në drejtim të Ravecit për të kërkuar liri, pavarësi, shtetësitë e Kosovës së pavarur me emrin Republike Kosovës. E kur në afërsitë të Brestosit, në krye të eshalonit që kishte kokën në Brestos e trupin në Krushët Madhe, u përjetësuan Nasimi Elshani në Gafcit, Halim Hoti i juaj, Ilmi Krasniqi Hoqës së Vogël edhe Agron Petau i Celinës. Dhe për të realizuar projektin madhështor të profesor Ukshin Hotit, për të themeluar ushtrinë dhe policinë e Kosovës, ju u bashkuat me Adem Jasharin, me Zahir Pajazitin, Eluan Haradinaj, dhe kështu edhe në Krushët Madhe, Celin, Fortes, Hoxh Vogël, Nagas, Brestos, zënë fill formacionet e para të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në të cilët duke mbrojtur Ravecin, Krushën e Madhe e Kosovën, rënë në altarin e lirisë të shmorët. Agim Nalli, Agim Hoti, Bekim Gashi, Dali Bera, Enver Duraku, Titim Duraku, Faridin Hoti, Halim Hoti, Ida Hoti, Istin Duraku, Isak Hoti, Ismail Gashi, Ismet Hoti, Muhammed Mansori, Niazi Gashi, Rakip Hoti, Samim Nalli, Sedat Hoti, Sinan Hoti, Shukri Hoti dhe Gjemali Gjavit Hoti. Dhe sot, si kurse dhe në 19 vitet e deri ne mblidhemi në këtë lëndinë për ta ushqyer njëri tjetrin me dhënje për tërkët që humbëm, por dhe me krenarin për gatishmërinë tonë që Kosovës t'i japim tërë atë që kishim. Edhe i jallam, bijtë tuaj, vëzrit tuaj,
etrit tuaja, nënët e motrat tuaja, patëm zemrët e gurit, patëm dashurit të madhe ndaj Kosovës, dhe i dhanë Kosovës tërët e që kishin, e ju krushanët të nderuar, i dhatë Kosovës 250 bijtë të blindur e të rritur në këtë fshat. Të gjithë ata janë rritur me ëndër djarëshare se Kosova do të shirohet prej kasapës Ballkanit e do të projektohen planet për ndërtimin e një krushe të re, të një krushe e cilë do të luzohen në Kosovën e lirë. Por jase nuk i pritën ditët e andruara, nuk e pritën t'i mbushin as indekset me nota, nuk e pritën që të bënë autor të veprave të mba, ca burrone, aqe dhe fisnike. Vendosmëria, guximi dhe trimëria që të reguan bijtë tuaj, është i vullë e pashlyshme që do t'i mbuloj faqet ma të ndryshme të historisë sonë, të cilën nuk kemi nevojë të glorifikojmë, sepse ata ishin të këtillë, ishin sepse prireshin prej një thiteu të politikës shqiptare, prej një bashkëluftëtari tuaj, prej profesorit të madh, u kshinotin, për të cilin asë nuk tim, ashtu si nuk tim, edhe për rreth ende 70 të paqetur. E sot, emrat e tyre janë këtu në këtë kompleks memorial, që do të shërbej gjeneratave si shenjë kujtesës historike, e cila nuk mund të harrohet, pavarësisht prej kthetrave të haresës, pavarësisht prej trumbetimeve se viktima dhe xhelati mund të barazohen. Nuk ka barazime, sepse bijtë tuaj luftuan për të mbrojtur Kosovën në Kosovë, në Ravec, në Krushet Madhe, ndërsa xhelatët në komandën e kasapit të Ballkanit kishin ardhur prej Nishi, prej Beogradje, prej Kraleve, vetëm e vetëm për ta bërë spastrimin etnik të Kosovës, në mënyrë që të realizohet plani Famkeqës Çubrilovicit i Hartvigut, gjithnjën Aminin e Pavlit të Pakrasit të Serbisë. Të nderuar krushan, e di se kemi mbetur anash, e di se ndiqemi ditë ditës, e di se na mungojnë shumë familjarë, por e di se ende askush nuk gjykohet për krimet e bëra vini tash një shekull. Prandaj tërë kjo dije na rëndon edhe ma tepër, ndërsa ne ende nuk dim gjë për të vrarët të tjerë të cilët edhe janë vetëm statistik, janë vetëm numra. Mirë po, edhe pa këte, Kosova është e fortë. Shpresoj që do të qenë fortë për të argumentuar për drejtën tonë historike, identitetin tonë kombëtar, çmimin e lirisë dhe të shtetësisë të Kosovës. Për këtë besoj se jemi shumë afër, mirë po kjo afërsi duhet të ne hapë sytë në mënyrë që të mos e humbim këtë që kemi realizuar me 2100 dëshmorë, me 14 martirë, me tërë një Kosovë të djetur të shurmuar e me 20 emër të dënuar. Tubimi nderuar, frontët e bive tuaj, në Portes, në Rovec, në Retinë, në Polibare, në Randubrat, në Tiranë, në Krushët Vogël, në Kërush, në Bërdelan, Pagarush, Karvatëri, deri në Kleçke legendare, ishin për kratë djemve e vashave më guzimtare që kishtë ushtria shqiptare Kosovës. E ju bëtë një fritë se Bugdënës një herë të dhe përcjellës të fundit të luftëtarve të mbetur prej qafmullarit të Haxhihotit e të Luan Haradinaj, ka lugu i zero gova deri në Gurëshube planehen të studentëve tuaj. Ju dhe vetëm ju kishit gajretin e burrave që karakterizohet me stoicizëm, edhe kur e përcollet eshalonin e muj Krasniqit, edhe kur e përcollet Agim Zenelin e përjetësuar me shok në Rogov, edhe kur e përcollet 8 student të këtij fshati, të cilëve u printe Kurbeqari Ismi Duraku e profesor Muhamet Majstori. Dhe si që ju njoha atëherë, para 20 vitesh, po ju shoha dhe tash, vetëm se po më dukeni shumë atë fortë. Më mbetet që së bashku me ju, edhe unë të gjej fortë për të mbijetuar në këto ditë, kur mi popullit tonë dhe mi prishtit ushtri shqiptarë të Kosovës,
po baki që e di, vetëm e vetëm për të vazhduar luftën për të drejtë, me luftën në popullsve, të policëve, paramilitarëve, civilëve të armatosëve dhe ushtarëve të divizioneve masat mëshme që përveç garnizonit të Prizrenit kishin ardhur edhe prej Leskovci dhe Nishi. Dhe në fund të bimi nderuar, vëllezër e motra, nuk ka fuqi që hovin matë në ndalit dhe të rohët emri që mbeti me shekuj si gala. Se lirinë e fitu me gjak, e kërkush të e falin. Tu e luftu e rësinën, u banë të vedishëm edhe na. Ravdi qizë martirve të kushës madhe. Ravdi e në të fleje edhe mbi trupat të fmive të vrarë, në cenin e në është të vogël e në kruse. Ravdi të shparve të kushës madhe. Ravdi qizë të shparve të kopit, e juve ju falimderit qizve.